Mjulli ky është një Ford Ranger fix për të bërë udhëtime off-road, si për shembull në liçenin e Prushit, që është 5 minuta nga Tirana. Futuni brenda, kjo pjesa këtu siç e shikoni është manual, sepse këto makina janë gjithmonë manual, ka kamerë dhe brenda dhe jashtë, të shikosh dhe përpara edhe mbrapa atje dhe ka vend për 5 veta. Ke për zotrin këtu, edhe ke gjithashtu 3 vende mbrapa. Ikim. Ja ku është liçeni siç e shikoni atje. Ndërkohë që makinën mund ta bësh 4x4, 2x4 tek këta butona këtu, të ecësh off-road, on-road ku të duash ti, edhe mos të kesh frikë fare. Gjithashtu, meqense ditën është shumë bukur dhe natën ka ca fener shumë të mëdhenj këtu, të cilën mund të shikosh gjithë pjesën tjetër. Mos harrojmë këtu për radiot, për gjitha pjesët e tjera që mund t'i bësh. Është fiks për këto pjesë. Domethënë, atje ku Fiat Punto mua më torturonte jetën, edhe më linte gjithmonë në për off-road, kjo këtu thjesht ecën më të poshtë tani dhe nuk ka nevojë të bësh gjë. Shiko, opa, dolëm tek vendi juaj preferuar, liçeni Prushit. Shiko sa super yll. Se e shikoj atë gropën atje përpara dhe nuk them fare jo po është e madhe, jo po është e vogël. E shikoj këtë pjesën që s'ka rrugë. Tu them do futem, do kaloj punë e madhe. Shiko, dole nga ana tjetër. Ke parë njëri të lumtur që t'jap makinës, nuk e parë. Ja ku dolëm. Ja liçeni që ju thash, ja dhe makina që ju thash, ka dhe këtë ganxhën këtu, e cila tërheq lloj-lloj makine po të ngelesh rrugës për njërin për tjetrën. Gjithashtu ka këta fenerët që ju thash të mëdhenj, dhe këtë makinën, nëse dëshironi ju ta merrni, mund ta merrni duke telefonuar te ky numër këtu. Është e vitit 2013, 14.000 euro me naftë. Telefononi tani tek Automedi.